Po, kur mbledhem me një shtëpi për ta studiu librin Allah xhallahu ala, kuptimin e meditimit, thot pejgamberi sa nezret aleihimus sakina. Zbrat mbi ta, unë nuk di hala çu bjen ship sakina. Qetësi, rahati, prehje, këto këto relative, janë shumë të mangë këta. Janë shumë të mangë këta. Don sakina është një rahati më e posaçme se rahatia. Një qetësi më e veçantë se qetësia. Apo që nuk mundet me ta garantu askush pas libet e Allahut azza xhelal. Kjo është, don s'ka mundsi. Kjo është sekine e posaçme e libet e Allahut azza xhelal. Andaj, përnaj sahabia kur ka qenë duke lexuar surën Kahf, e kanë dinë një farlloj, apo një farlloj qetësie, një farlloj pushtimi, saqë edhe kali ka lëviz nga diçka që po ndodh. Ka thonë pejgamberi se kanë zbrit me lajket me sekine, apo për shkak të surës Kahf. Andaj zbret sekine apo. Mas kush e bën këtë sekine? Haffathumul malaika. I rrethojnë me lajket apo. Para mendon tash ti në vend je në xhami me vëllezër musliman, të kam mbledh një motiv shumë i lartë, meditimi i librit të Allah xhallahu ala, të kanë rrethuar me lajket, zbret sekine, çto 5 korbona apo. Ta mëna që nuk e marr vesh tani çaj bën Malik Yawmiddin. Provaja kime pa aftën. Andaj kështu i kam su pejgamberi sa, që ose meditim ndaras, ose meditim kolektiv. Që ta shndërrojmë çdo situatë gjatë Ramazanit në Kur'an dhe rreth Kur'an.